do të përfitonin tregjet se do binin çmimet e naftës dhe të gazit, por kur të bëjmë kalkulimin e fitores ekonomike dhe politike, duhet bëjmë edhe kalkulimin e fitores ushtarake. Nëse kësaj radhe Irani arrin të imposhtë i vetëm të gjithë kundërshtarët e vet, keni parasysh se radhës tjetër pra në javët, muajt dhe vitet e ardhshme do të flasim edhe një herë për rikthimin e rolit të Iranit si fuqi e vetme strategjike në ndër fuqitë e tjera në Lirin Persik edhe në gjithë linjën e mesme. Dhe nëse Irani, le të themi, u zbraps me rënien e regjimit Bashar al-Assadit në Siri, nëse Irani do dilte me fitore nga kjo situatë, do të kishim një rikthim një herë përgjithmonë të fuqisë ushtarake dhe politike të Iranit, krahasisht gjithë fëmijëve vet në rajonin e lindjes mesme. Dhe unë nuk besoj që kjo është një gjë që në këtë moment i leverdis politikisht apo ekonomikisht edhe SBA-s edhe Izraelit, po ndoshta edhe BE-s. Pra duhet që një lloj forme nëse ka një marrëveshje e cila palë të ketë përfitimin e vet. Në një artikull në New York Times, si duket dje, u lajmërua se apo ishte paralajmërim interesant se qeveria izraelite apo kryeministri i saj Benjamin Netanyahu kishte propozuar që në vend të Ayatollah Ali Khameneit të vi Ahmadinejad, i cili ka qenë ish president. Kush e propozoi këtë? Netanyahu kishte propozuar. Po bëjmë shaka tani, Netanyahu konsiderohet si Unë nuk besoj që New York Times bën shaka, o kulla. Po jo, unë besoj që jo vetëm New York Times, po dhe një pjesë e mediave tjera perëndimore, vetëm që ja kanë futur kot në gjithë të periudhë, po kanë dështuar në mënyrë, le të themi, po e them pak cinikisht, kanë dështuar në mënyrë skandaloze. Nëse të kujtohet, kemi qenë ne në emision që kemi parashikuar luftën 2 ditë para se të ndodhte në 28 shkurt, ndërkohë që New York Times dhe mediat e tjera jepnin që është e sigurt që do ketë marrëveshje, nuk do ketë luftë e tjera. Benjamin Netanyahu është një kryeministër i cili sigurisht kërkon si kundërpart një lider politik. Po çështja është që Irani nuk është një shtet kaq i kollajt. Khamenei është zgjedhur ayatollah dhe për sa kohë është gjallë autoriteti i tij fetaro juridik